Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Shikues të dashur, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takojmë në emisionin tonë ku jemi duke mësu për njerëzit më të mirë që kanë ecë në sipërfaqen e tokës pas pejgamberëve të Allahut azza wa jall. Saqë për këta njerëz dhe për këtë gjenerat kanë ardhur argumente të shumta nga Kurani dhe nga Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që tregojnë për vlerën e tyre, që tregojnë se sot përsusur kanë qenë ata në moralin e tyre dhe në dijen e tyre. Sot jemi duke vazhduar që të plotësojmë atë dhjetëshën e përgëzuar me xhennet me njërin nga ta. Tema është për Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail. Sa'id ibn Zaid radhiyallahu anhu wa arda. Një shok i hershëm i pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe një njeri i cili kish një hise të madhe në emrin e tij. Emri i tij është Sa'id, që i bie i lumtur. Dhe siç kam përmend dietarët, njeriu bart kuptimin e emrit të tij në jetën e tij. Nëse emri i tij aludon në mirësi, mbarësi, dhe kështu me radhë, padyshim që jeta e tij, veprimtaria e tij ka me qenë mbarë dhe e mirë. Po nëse mbarë kuptim negativ, të vështirë, dhe kështu me radhë, do të ketë edhe nga ajo hise në jetën e tij. Për këtë edhe neve na inkurajon feja që t'ua vendosim fëmijëve emrat e mirë, me kuptime të mira, me kuptime pozitive, ju emra të rënd, ju emra me kuptime negative. Por këtë edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam, kur takohej me dikant dhe njoftohej për herë të parë, e pyeste për emrin, nëse kishte emër negativ, me kuptim jo të mirë, apo me kuptim të vështirësisë dhe kështu me radhë, u ndryshonte emrat, po nëse ata nuk dëshirojnë, pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk insistonte, por disa nga ta kam përmend se sikur gjyshi jon të kish pranu nga pejgamberi alayhi salatu wasalam ofertën e ndryshimit të emrit, padyshim që kishte qenë më pozitive në këtë rast për shembull Sa'id ibn Musayyib ibn Hazm. Tregon thotë po të kish ndryshu gjyshi do thotë emrin edhe të kish pranu nga pejgamberi alayhi salatu wasalam këtë ofertë, padyshim që s'kishim me pas vështirësi në jetën tonë, sepse kuptimi i Musayyib ibn Hazm ka të bëjë me diçka me pikëllim, me mërzi, e thotë vazhdimisht kemi pas pikëllim dhe mërzi në jetën tonë. Dërsa Sa'id ibn Zaid radhiyallahu anhu, emri i tij ishte i lumtur, fatlëm. Pastaj edhe gjithë jeta e tij ishte e tillë. Dhe padyshim se ka fat më të mirë dhe ka lumturi më reale se sa Allah azza wa jall me të përzgjedh me iman, me të përzgjedh me qenë shok dhe shoqëruesi Muhamedit alayhi salatu wassalam. Dhe mbi këtë që ti jesh nga banorët e xhenetit që e merr myshdën dhe përgëzimin, duke qëndruar sipërfaqen e tokës, duke qenë ende gjallë. Sa'id ibn Zaid radhiyallahu anhu kish pranu islamin qysh në ditët e para të shpalljes. Para se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të futej në shtëpinë e Arqamit, e të filloi thirrja e pejgamberit alayhi salatu wasallam në shtëpinë e Arqamit të jetë në mënyrë të fshehtë. Do të thotë Saidi kishte pranuar islamin para saj. Kuptoj që Saidi radhiyallahu anhu, Sa'id ibn Zaid, kishte një specifik që dallonte nga të gjithë shokët e tij, nga të gjithë ata të cilët i kemi përmendur deri më tani. Duke përfshirë edhe Abu Bekrin dhe Omerin radhiyallahu anhum. Ajo specifikisht e se Sa'id ibn Zaid e njifte njëshmërinë dhe natyrshmërinë e pastër të tauhidit edhe para se të vinte Muhamedi alayhi salatu wasallam. Këtë si shkak i të atit të tij, babës së tij, i cili ishte Zaid ibn Amr ibn Nufail. Zaid ibn Amr, baba i Sa'idit, kishin nga njerëzit që kishin qenë në natyrshmëritë pastër të tauhidit, në fenë e Ibrahimit alayhi salatu wasallam, edhe para takimit dhe shpalljes së Muhamedit alayhi salatu wasallam si pejgamber.
Bile ai nuk e arriti, baba i Saidit, nuk e arriti shpalljen e pejgamberit alayhis salam, 5 vite para saj ndroi jetë. Por më rëndësishte se ai ishte në tauhid. Dhe pejgamberi alayhis salam tregoi për të se e ka pa atë në xhennet. Do thot në hadithe të vërteta, pejgamberi alayhis salam tregon se e ka pa atë në xhennet dhe ka pa atë në një gjendje shumë të mirë dhe ka kërku falje për të dhe ka kërku që Allah ta mëshirojë dhe kështu me radhë. Gjithashtu për të transmeton Buhariu dhe Muslimi, është për qëllim për babën e Saidit, për Zeid ibn Amrin, tregon Buhariu në Sahihun e tij se ai asnjëherë nuk kish adhuru idhuj. Bile çuditej me popullin e tij që Allahu i kish pajis me mendje qysh i adhurojnë idhujt, qysh e braktisin atë që i furnizon, i mbikëqyr kujdeset për ta dhe adhurojnë dikën tjetër pos tij. Dhe në hadith kishte ardhur që asnjëherë ai ushqim që ishte therr për idhujt nuk kish hangër. Kishte thënë se delet jo nga mirësitë që Allah na jep neve. Ai i ka kriju, ai i ushqen, ai u nxjerr nga toka barin, ai u zbret nga qielli ujin. Ai është që në çdo gjë kujdeset, pastaj ne e marrim këtë dele dhe e therrim për hir të një idhulli. Thot ato janë të dyta, unë nuk i ha. Thot nuk ka hangër nga ushqimet që ishin therr për idhujt. Dhe kështu ka ardhur në Kur'an se nuk lejohet që të hahet ushqimi, konkretisht të therrura që bëhen për idhujt, për madhërimin e dikujt tjetër, posa Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, Zeid ibn Amr ibn Nufejli, baba i Saidit, radhiyallahu anhum, qëndronte në Qabe dhe si shehte që dikush dëshiron vajzën e tij ta varroste, e që kishte qenë tradit shumë e shëmtuar në Mekke. Kurashitët, arabët e ignorancës, nga frika se mos do të turpëroheshin nga vajzat e tyre, si shkak i një amoraliteti, i varrosnin të gjalla ato. Dhe Allah e përmend këtë në më shumë se një vend Kur'an. Wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Dhe kur ajo e varrosura, e vogël do të pyetet ose do të pyet për çfarë mëkati, si shkak i çka po më varrosni të gjallë. Apo Allah që e përmend në një vend tjetër në Kur'an, idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Kur dikujt prej tyre i lente vajzë, ju nxihej fytyra nga pikëllimi dhe nga mërzia, pse Zoti ja fali ka një vajzë. Padyshim që këtu ishin nga veprat e rona të ignorancës dhe të jahiliyetit. Dhe erdhi feja Allah të Zogjel, zbriti Kur'ani që e ndalej dhe të regoj se sa e shëmtume është një gjë e tillë, dhe të regoj se ata të cilët kanë vepruar një gjë të tillë do ta kenë llogarinë e madhe para Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe nxiti inkuraje që të shpëtohen vajzat nga një gjendje e tillë. Baba i Saidit, Zeid ibn Amr ibn Nufejl, qëndronte në Mekke, në Qabe. Dhe nëse vëzhgante, shehte që dikush e kishte marrë vajzën e tij për ta varrosur, e që ata e njehnin nga, do thot, nga situata se kë don me varros vajzën e tij për së gjalli, kinse nga turpi që ka mundësi ta sjellë ajo vajzë. Vraponte baba i Saidit, Zeid ibn Amri, dhe i thoshte, fal ma mu këtë vajzë, mos e varros, mos e mbyt, fal ma mu. Unë e kujdesem, ti llogarit që nuk e ki vajzë, llogarit që s'ki vajzë, llogarit që Allah s'ka fal vajzë, llogarit që e ki varros, ama mu unë e kujdesem, nuk dëshiroj nga ti asgjë, as për kujdesin ndaj saj, e as shpenzime dhe kështu me radhë, i merrte nën kujdesin e tij Zeid ibn Amr ibn Nufejli, ato vajza, shpenzonte për tu, i reste në mënyrën më të mirë dhe më të ndershme, pastaj kur ato bëheshin vajza të ndershme dhe të rritura, kontaktonte me prindërit e tyre dhe i thoshte nëse don
vajzën tonë me marrë, me kthy mirë. Nëse jo, ajo vazhdon të jetë prapë nën kujdesin tim. Kjo tregon pa pikë dyshimi për kujdesin e tij të madh ndaj vajzave dhe shpëtimin e jetës që ja bante. Bile, në përshkrim ka ardhur yuhyil mau'uda, i jepte jetë, i gjallëronte ato që varroseshin për së gjallë. Është për qëllim në mënyrë figurative që ky bëhej shkaktar që të rikthehej atyre jeta dhe mos të varroseshin për së gjallë. Ky kishte qenë baba i Saidit, i cili kur nuk ish adhuru idhuj, kur nuk ish pranu që të ha dhe të pi nga ushqimet që ju kishin dediku idhujve. Përpiqej që pasurinë e tij dhe atë famën e tij ta shfrytëzonte që t'i shpëtonte vajzat nga vdekja dhe nga varrosja e tyre në mënyrë të gjallë. Transmetohet gjithashtu në hadith vërtet se baba i Saidit, Zeid ibn Amri radhiyallahu anhum, kishte udhëtuar një herë për në tokat e Shamit. Dhe atje kishte shumë ndjekës të librave të hershëm, shumë i thartë të librit. Kish pas dëshirë që të kontaktoj me ta, të mësoj nga shpallja, të mësoj nga mësimet e pejgamberve, pasi që me kaset nuk kishin dije rreth shpalljes e as nuk kishin dije rreth pejgamberve. Dhe kur i takoj disa nga i thartë të librit, ata i thanë se kuptohet i takoj disa nga i thartë e Musait dhe ata të Isait, alayhima esselam. Realisht ata pretendojnë se janë i thartë dhe ndjekës, edhe pse asnjëri nga ato grupe nuk janë ndjekës të këtyre pejgamberve. Ata që ishin i thartë të Isaut, i thanë, po feja jonë bazohet në shpallje dhe në njeri të dërguar, por Allahu e ka dërgu atë e që është biri i tij, që të flijoj birin e tij dhe të shpëtoj njerëzimin nga mëkati i trashëguar nga Ademi. Nëse dëshiron mu kon pjesë e jona, duhesh që të pranosh të jesh atë i gatshëm që të flijohesh siç u fliju biri i Zotit tonë. Zeid ibn Amri tha, unë dëshiroj që të flijohem për Allahun, ama Allahu, Zoti që ka dërgu pejgamber, nuk ka birë që të dërgoj dhe të flijoj. Ai, nëse dëshiron i falë robët e tij, pa pas nevojë për flijem, dhe nuk i flajti në zemër ky besim. Dhe pas një kohe u taku me ata që pretendojnë se ndjekës të Musait, alayhi salatu wassalam. Dhe dëshiroj që të marrë nga dija tëne dhe nga mësimet e pejgamberit dhe shpalljes që i kishte dhënë atij pejgamberi. Ata thanë, ne para arsit ton kanë bën një mëkat kur kanë adhuru një veç në formë të një idhull në formë të viçit. Dhe duhet që ta pranosh ti ta bash një pjesë të mallkimit të Zotit dhe e cila do të shlyhet kur futemi pak në zjarr dhe na nxjerr Allahu. Kjo është bindja e Benu Israilëve, ndjekësve të Musait alayhiselam, se ata kanë gabuar kur e kanë adhuru viçin dhe Allahu ka për t'i futur në zjarr për t'i spastruar shumë shkurt. Dhe pastaj ka për t'i nxjerrë dhe për t'i futur në xhenet. Kështu e përmend Allahu azza wa jalla në Kur'an, në surën Ali Imran. E ai Zeid ibn Amri thot, unë dëshiroj me besu Allahun, pa e tërhek hidhrimin e tij mbi vete, pa pas unë mallkim të Allahut mbi veten tim. Unë dëshiroj që të mos sprovohem me dënimin e tij, dhe nuk i flan zemër kjo. Dhe kthehet dhe thot, unë do të jetoj, do të mundohem që të adhuroj Zotin. Qysh e ka adhuru baba i këtyre pejgamberve që këta i ndjekin. E ka për qëllim Ibrahimin a.s. sepse baba i pejgamberve, qoftë edhe Isës edhe Musës, edhe Jakubit dhe Jusufit, dhe të tjerëve është Ibrahimi a.s. Thotë, unë do të adhuroj Allahun
në rrugën e Ibrahimit a.s. e që Allahu e pat lavdëru Ibrahimin se ka qenë hanife muslima wa ma kana min al-mushrikin, ka qenë pejgamber në rrugën e pastër, që ka anu gjithmonë ka vërteta dhe ka braktis të kotën, ka qenë musliman dhe asnjëherë nuk ka qenë nga idhujtarët. Ky ishte baba i Saidit, radhiyallahu anhu. Apo e kuptoni se sa fatbardh ka qenë Saidi, që ka lind në një shtëpi nën kujdesin e një prindit të tillë, në kohën dhe në vendin që mbisundonte ignoranca e gjahiljetit, ignoranca e shirkut dhe kufrit dhe mohimit të së drejtës së Allahut Azza wa Jall për adhurim. Koha e ignorancës ish kohë e adhurimit të idhujve, ish kohë e humbjes së vlerave, ish kohë e do të thotë humbjes së parimeve njerëzore dhe kështu me radhë. Në këtë kohë dhe në këtë vend, Allah Azza wa Jalla dërgoi Saidin e solli në këtë jetë në shtëpinë e Zeid ibn Amr ibn Nufailit, i cili ishte muwahhid, i cili ishte duke thirrë në fenë e pastër të Ibrahimit a.s., në fenë e pastër të tauhidit. Padyshim se kjo ka qenë nga fati i mirë që ka pas Saidi radhiyallahu anhu. Por Zeid ibn Amri, baba i Saidit, nuk e kish fatin që ta takoj pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe ta besoj atë 5 vite para shpalljes së Muhamedit alayhi salatu wasalam, para Kur'anit, para dërgimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si pejgamber me mesazh hynor, kishte ndru jetë, por kishte ndru jetë në natyrshmërinë e pastër të tauhidit, dhe për këtë pejgamberi alayhi salatu wasalam e kish përgëzuar dhe kish treguar se është nga banorët e xhenetit. Saidi radhiyallahu anhu pat një shkëputje pasi që i ndroi jetë baba i tij, 5 vite pas erdhi Muhamedi alayhi salatu wasalam me shpallje. Dhe kë me të dëgjuar se një njeri erdhë me shpallje, ju kujtu baba i tij dhe mësimet e babës së tij. Ju kujtu kërkesa e babës që ka për të ardhur një pejgamber që do të jetë në rrugën e pastër të Ibrahimit. Dhe shpresa e babës së tij për ta takuar këtë njeri, e që Allahu atij nuk ja bëri këtë mundësi, nuk ja dha këtë shans, por ja dha birit të tij Saidit, dhe Saidi radhiyallahu anhu më një herë nxitoi dhe e takoi pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe e pranoi Islamin në prezencën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu edhe bashkëshortja e tij, Fatima bint al-Khattabi radhiyallahu anha, e pranoi Islamin në ditët e para të shpalljes. Saidi dhe Fatimeja, që të dy ata e pranuan Islamin dhe ishin nga çiftet e para që e pranuan Islamin në ditët e para të shpalljes. Fatime bint Khattab, gruaja e Saidit, ish motra e Omerit. Bila dhe Said ibn Zeidi ishte nga i njëjti fis me Omerin. Këta dy, Saidi dhe Fatime, bashkëshortja e tij, ishin të parët që e pranuan Islamin nga fisi Banu Adi. Fisi Banu Adi, bijtë Adijut. Dhe Omeri radhiyallahu anhu, me të dëgjuar, nuk shpëtuan këta lehtë me Omerin. Kishin me Omerin ngjarje dhe rastet shumëta që Omeri u morë me ta dhe i persekutoi ata. Sa që vetë Saidi thot, Omeri jo rrallë herë është mundu mu dhe motrën e tij të na kthej nga feja. Të na kthej nga feja. Përdeshe Allah Azza wa Jall që edhe pas një disa viteve apo edhe Omeri radhiyallahu anhu ta pranoi Islamin dhe të forcohet kjo lidhje tëne dhe të shtohet fesë Allah Azza wa Jall krenaria me Islamin e Omerit radhiyallahu anhu. Said ibn Zeidi radhiyallahu anhu
këshin prezent me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në Mekka dhe pasi që e pranoi Islamin dhe shkoi dhe u taku dhe mori nga pejgamberi alaihi wasallam mësimet e duhura dhe e ushqeu veten e tij me tauhid dhe me shpalljen hynore, u ngret e dhaj për të thirrë rrugt të Allahut azza wa jall, siç bënte Abu Bekri radhiyallahu anhu. Abu Bekri ju qasej njerëzve individualisht dhe i rthirte dhe i ftonte në islam. Gjithashtu edhe Said ibn Zeidi radhiyallahu anhu i ftonte njerëzit në islam në mënyrë individuale, fshehurazi, jo publikisht. Ndërsa kur e pranoi Islamin, Omer radhiyallahu anhu, thirrja e Omerit ka qenë publike. Por edhe ballafaqimet dhe problemet që i haste Omeri në thirrje kishin qenë natyrës më të vështirë se sa thirrja që e bënte Abu Bekri dhe Said ibn Zeidi dhe një numër i konsiderueshëm i sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Said ibn Zeidi radhiyallahu anhu qëndroi pranë pejgamberit alaihi salatu wasalam deri në urdhrin për hijrat. Kur Allah azza wa jall ja lejoi pejgamberit alaihi salatu wasalam hijretin, atëherë Said ibn Zeidi radhiyallahu anhu bëri hijrat së bashku me Omerin, së bashku me një pjesë të fisit Banu Adi, së bashku me bashkëshorten e tij Fatimen dhe u shpërngulën nga Mekkeja për në Medinë që tash të fillojë një jetë të re në të cilën nuk kanë persekutime, nuk kanë vuajtje, nuk kanë vështirësi në thirrje, por do t'i korrin sukseset dhe bereqetin e sabrit dhe durimet të tëra. Por periudha medinase i ka vështirësitë e veta, ballafaqimet e veta, sprovat që do të ballafaqohen në këtë periudhë sahabët me to, e padyshim se gjitha ato i te i kaloi Saidi me ndihmën e Allahut azza wa jall në mënyrë më të qartë dhe të mirë. Betejat e pejgamberit alayhi salatu wasallam ishin sfidë. E në gjitha ato kemi për të mësuar pas një pauze se kishte qenë pjesë edhe Saidi radhiyallahu anhu wa arda. Të dashur shikues, pas një pauze rikthehemi që të përmendim jetën e Said ibn Zeidit në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pas hijretit. Shikues të dashur, Said ibn Zeidi radhiyallahu anhu pasi që bëri hijret në Medinë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e vëllëzroi mes Said ibn Zeidit dhe Ubej ibn Ka'bit radhiyallahu anhum. Ubej ibn Ka'bi ka qenë nga njohësit më të mirë të Kur'anit dhe nga lexuesit më të mirë të tij dhe për këtë ka marrë lavdatën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E Allahu azza wa jall kish bashku me këtyre dëve Said ibn Zeidi radhiyallahu anhu njeriu me një përjardhje dhe një zemër të pastër që kur nuk ishte njëllos me diçka nga ignoranca dhe nga xahiljeti, me Ubej ibn Ka'bin që në zemrën e tij qëndronte dija e Kur'anit dhe pejgamberi pati thënë atij liyahnaka al-ilmu Abul Mundhir, shumë të ka hije ty dija e Kur'anit o Abul Mundhir. Këta dy u vllazëruan pas hijretit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Në betejat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Said ibn Zeidi mori pjesë në të gjitha ato dhe kishte qenë nga ata të cilët fliun dhe sakrifikun në mbrojtje të pejgamberit alaihi salatu wasallam në të gjitha betejat. Me përjashtim të betejës së Bedrit, në të cilën nuk mori pjesë, do thotë faktikisht, edhe pse kuptimisht ishte pjesë e Bedrit. Pse po themi kështu? Sepse pejgamberi alayhi sallam në Bedër doli që t'ja prej rrugën e karavanit të Abu Sufjanit. E pejgamberi alayhi sallam i dërgoi disa njerëz që ta përcjellin e ta vëzhgojnë karavanin e Abu Sufjanit, por deshi Allah azza wa jall, karavani ju iku, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam doli në Bedër dhe erdhen nga Mekka Abu Jahli dhe tjerë dhe ndodhi betejë. Informatat se do të ndodhë betejë as pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i kishte. Said ibn Zeidi ishte në krye të delegacionit që ishin dërguar me vëzhgu karavanin.
ai nuk e dinte se kanë dalë pejgamberi dhe sahabët dhe është ndodhur betejë në Bedër, kanë triumfuar muslimanët dhe ai vazhdonte që ta përcjell karavanin deri në Mekë. Kur u kthye nga përcjellja e karavanit që t'i jep pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lajmet e karavanit, e pas se kishte ndodhur betejë e Bedrit. Por ai ka qenë në këtë proces pjesë aktive. Por këtë edhe pejgamberi alayhi salatu wasallam atij ka nda hisën e përjes së luftës të plot. Sepse ai edhe nëse nuk ka ardhur në betejë, faktikisht ai ka qenë pjesë e këtij organizimi, sepse pejgamberi alayhi salatu wasallam ka nxjerrë atë nga Medinaja që ta vëzhgoj karavanin. Ndërsa betejë të tjera prej Uhudit, Hendekut, të gjitha ato deri në Tebuk, në të gjitha ato ka marrë pjesë Said ibn Zaid radhiyallahu anhu wa arda. Pastaj Said ibn Zaid radhiyallahu anhu wa arda qëndroi në Medinë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke marrë nga pejgamberi alayhi sallam mësime dhe duke përkthyer ato në praktik. Për këtë edhe nuk kishte njeri i cili hënte në xhami për namazin e xumës para tij. Që hënte aq herët në xhami, njerëzit dëshironin me bëu gara kush ka me hyrë në xhami për namazin e xumës i pari, më së herti. Ata që garanin hënin dhe e shehin se Said ibn Zaid është pranë mihrabit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pranë mimberit pejgamberit shumë herët. Apo që do thotë se ka qenë njeri i cili mirëj me adhurim, mirëj me ibadet. Dhe zaten, ajo që e specifikon Said ibn Zaidin, radhiyallahu anhu, ka qenë me krejt këtë privilegj që e ka, dhe me krejt këtë nderim që e ka posedu qoftë nga baba i tij që ka pas dije dhe nuk ka rënë në ignorancën e xahilietit, të shirkut dhe të kufrit dhe kështu me radhë asnjëherë. Pastaj edhe me afërsinë që ka pasur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj edhe me myshdet që pejgamberi ka pati për xhenet, që kemi përmend inshallah. Nuk ka pas dëshirë që të ketë post dhe pozit, të ketë udhëheqësi, të jetë dikush që bile as ders nuk ka pas dëshirë me marrë, as këshilla. Shumë pak hadithe transmeton nga pejgamberi alayhi salatu wasallam. Ka qenë një njeri që ka përshkruar pejgamberi alayhi salatu wasallam, një njeri të mirë. Ka thonë, ka rob të Allahut, ka besimtar, rob të Allahut, që nuk i sheh askush kur prezentojnë me një mezhlis, nuk vrehet prezenca atyre. Kur mungojnë, nuk vrehet mungesa atyre. Kur flasin, nuk ndëgjohet shumë fjala atyre. Kur kërkojnë vajzë, po them kushtimisht, ndërmjetësimi të nuk është mësitnia aty, nuk është që çan pesh. Walakin law aqsama ala Allah la abarrah. Por nëse ata të tillët e lusin Allahun, betohen në te, Allah me njëherë i përgjigjit atyre. E këta kanë ardhur në hadithet përshkruar se kanë qenë, ose janë besimtar, at-taqi, an-naqi, al-khafi. Besimtar të devotshëm, të pastër dhe të fshehtë, që nuk dëshirojnë të ekspozohen. Në mesin 10 të përgëzuarve me xhenet, ai që më së shumti për te aludojnë këto hadithe është Said ibn Zaid. Nuk ka pas dëshirë të ekspozohet, nuk ka pas dëshirë që të mburret, nuk ka pas dëshirë që të ketë asgjë nga udhëheqësia, e as bile hadithet që i transmeton në gjithë këtë shoqërim prej ditëve të para të Mekës deri në ndrrimin e jetës pejgamberit alayhis salam 20 e sa vite, janë 48 hadithe krejt që i transmeton. Që do të thotë se ka qenë njeri i cili fen e ka marrë dhe ka punu me te dhe nuk ka pas dëshirë që të ekspozoj diçka nga feja e tij, të ekspozoj diçka nga veprat e tij, të ekspozoj diçka nga devotshmëria e tij, po dyshim që siç thonë dietarët për tyne Zuhriu dhe të tjerë, gjëja më e vështirë e të devotshmëve është braktisja e famës. Edhe pse janë të devotshëm, edhe njerëz të mirë, e braktisin dëshimtën, e braktisin kuptohet haramin, e braktisin pasurin, e braktisin atë dhe këte, thot, ndërsa sen në fundit që e braktisin, është fama. E kë, radhiyallahu anhu, nuk kish dëshirë për famë. Nuk e dënte atë, dhe nuk vrapante pas famës. Bile,
Allahu Azza wa Jall e kish ndëru që t'jeti përgëzu me xhenet. Po, pejgamberi alayhis salam e kish përmend hadith disa herë që 10 persona janë të përgëzu me xhenet, mes në tyre e kish përmend Said ibn Zeidin. Në gjitha hadithet ka emri i tij. Njëherë për herave kur disa insistojnë që Saidi t'ua përmend ato në këtë hadith në të cilën përmendet se është nga të përgëzuar me xhenet edhe ai vet. Po pejgamberi alayhis salam ka thonë 10 janë të përgëzuar me xhenet. E përmend Abu Bekrin, Omerin, Uthmanin, Aliun, Talhan, Zubairin, Sa'd ibn Abi Waqqasin, Abdurrahman ibn Aufin edhe Abu Ubejda ibn al-Jarrahun. Dhe ata po i njehin, po nja o hoxh, o dietar, o Said. Ti the 10 janë të përgëzuar me xhenet, këto veç non i përmendën në emra. Dhe nëse dëshironi dhe 10 ja di emrin. Emri i tij ka qenë, sepse ai ka qenë nga të përgëzuar me xhenet. Po as aty s'ka dëshiruar hiç me përmend veten, dhe kjo tregon për atë sinqeritetin e tij të thellë që e përmendëm. Vazhdoi edhe pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jetë në Medinë pranë xhulafave, pranë Abu Bekrit, Omerit, Uthmanit, Aliut radhiyallahu anhum, nëse kishin dëshirë që ky të jetë prezant në mezhliset e tyre, ky prezantonte, kur kërkonte ndaj këshill dikush prej tij i jepte, por nuk mori poste edhe pozita. Dhe gjithashtu në kohën e fitneve që ndodhen në periudhën e fundit të sahabëve, në asnjëri nga fitnet nuk mori pjesë. Deshe Allah Azza wa Jall që ta ruaj, që të mos jetë pjesë e trazirave, të mos jetë pjesë e atyne kohëve në të cilat kishte fortuna, të cilat shkaktuan që të ketë një lloj përçarje, një lloj ftofjeje, një lloj edhe armiqësie mes shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Deshe Allah Azza wa Jall që u tejkalun ato pas një periudhe shumë të shkurtë, por disa nga sahabët, prej të mëdhajve, Said ibn Zeidi, Sa'd ibn Abi Waqqasi, Abdullah ibn Omeri radhiyallahu anhum, nuk marrën pjesë në ato trazira dhe qëndruan larg tëra. Said ibn Zeidi radhiyallahu anhu jetoi deri në periudhën e Muawiyes radhiyallahu anhu, bile edhe thotë edhe pas Muawiyes radhiyallahu anhu. Me gjithë udhëheqësit kish raporte të mira, jo raporte afërsie, jo raporte kërkese, jo raporte vizitave të ndërsjellta, por raportin e ndëgjimit dhe nënshtrimit ndaj udhëheqësit, edhe eventualisht kur kërkonte këshill dikush, Saidi radhiyallahu anhu nuk kursonte këshillat e tij që bazoheshin në dije dhe në praktikën e të parëve, e që është për shembull te Abu Bekrit, Omerit dhe të tjerëve nga xhulafar rashidin. Në moshën 73 vjeçare ndroi jetë Saidi radhiyallahu anhu dhe shkoi tek Allah Azza wa Jall pas një jete të bëjshme me besim dhe me vepra të mira, por jo me pozitë dhe jo me famë, bile edhe informatat për jetën e tij, me gjithë pozitën e madhe që e ka, me gjithë përgëzimin me xhenet, me gjithë veprimtarinë e tij të gjatë, informatat për jetën e tij janë më të paktat në krahasim me të tjerët, për shkak se është mundu që veprat e tij t'i ruaj, t'i fsheh, mos t'i ekspozoj ato dhe të mos paksohet asgjë nga shpërblimet e veprave të tij nesër në ditën e gjykimit. Abdullah ibn Omeri radhiyallahu anhu ia fali namazin e xhenazës dhe u varros në kohën e udhëheqësisë e Emevive radhiyallahu anhu wa ardhah. Allah Azza wa Jall qoftë i kënaqur me të dhe na mundsoj që të përfitojmë nga jetë përshkrimi i tij, spaku këtë mësim. Ajo është që njeriu përpiqet që të realizoj taqwallukun, devotshmërinë dhe të ruaj veprat e tij nga ekspozimi dhe të largohet nga sprovat dhe fitnet dhe paqartësitë që kanë mundësi të ndodhin, sepse kjo padyshim që do të jep besimtarit një imunitet
dhe një garancë që të mos bije në vepra të këqija. Me ka që përfundoj, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad.